Mjekët japin alarmin po shtohen rastet me kancerin e fytit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe po vuajnë nga një epidemi e kancerit të fytit dhe ekspertët kanë ngritur shqetësimin se shkak për këtë është seksi oral. Doktor Hisham Meana nga Universiteti Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar tha se 70% e rasteve të kancerit të fytit shkaktohen nga papiloma virusi njerëzor HPV, një virus normalisht i padëmshëm që përhapet seksualisht dhe ka qenë i lidhur me forma të shumta kanceri. Doktor Meana tha se njerëzit me partner të shumë të seksit oral kanë një rrezik shumë më të lartë, 9 fish më të lartë të kancerit të fytit. Gjatë 2 dekadave të fundit ka patur një rritje të shpejtë të kancerit të fytit në perëndim në atë mas sa disa e kanë quajtur atë një epidemi. Kjo ka qenë për shkak të një rritje të madhe të një lloji specifik të kancerit të fytit të quajtur kancer orofaringeal. Kanceri orofaringeal është lloji më i zakonshëm i kancerit të fytit, shfaqet në bajame dhe në pjesën e pasme të fytit. Mjekët e konsiderojnë infeksion HPV si faktorin më të madh të rrezikut në zhvillimin e sëmundjes. Ata që kanë 6 ose më shumë partner gjatë gjithë jetës së seksit oral kanë 8.5 herë më shumë gjasa të zhvillojnë kancer orofaringeal sesa ata që nuk e praktikojnë, ka thënë mjeku. Më shumë se 50.000 raste të kancerit oral ose orofaringeal diagnostikohen çdo vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar më shumë se 10.000 vdekje në vit. Numri i rasteve po rritet ndjeshëm, megjithatë, deri në 1.3% në vit tek femrat dhe 2.8% tek meshkujt, sipas shoqatës amerikane të kancerit. Mjekët kanë zbuluar se seksi oral është faktori më i madh i rrezikut për ta, duke tejkaluar duhanin, konsumimin e alkoolit dhe një dietë jo të shëndetshme. Kjo është për shkak se aktet mund të çojnë në një infeksion HPV në pjesën e pasme të fytit ose pranë bajameve. Këto infeksione largohen vetë me shumicën e rasteve, por ndonjëherë mund të zhvillojnë dhe të shkaktojnë kancer.